Në Korçë është zhvilluar një trajnim me mësuesit e edukimit fizik të shkollave të qytetit dhe zonave rurale, i organizuar nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korçë, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar. Fokusi i këtij takimi ishte depistimi i hershëm i skoliozës tek nxënësit, me synim rritjen e njohurive dhe aftësive të mësuesve për të identifikuar në kohë problematikat e shtyllës kurrizore. Specialistët e shëndetësisë theksuan rëndësinë që ka kontrolli i hershëm tek fëmijët, pasi evidentimi në kohë ndihmon në parandalimin dhe trajtimin më efikas të këtyre deformimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ka nxjerrë një urdhër për të filluar depistimi i skoliozës në të gjitha shkollat 9 vjeçare, konkretisht për grup moshën 10 deri 15 vjeç. Ky depistim do kryhet nga mësuesit e edukimit fizik në përshkolla dhe Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korçë në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit të Korçës kanë vendosur që infermierët e shkollave ose stafi i shkollave të asistojnë në këtë proces për ta realizuar sa më mirë. Skolioza është një diagnozë që duhet të konfirmohet nga specialistët, kurse mësuesit do jenë në rolin e depistuesit dhe do evidentojnë raste dyshuese. Në momentin që ka një dyshim, pajiset me një formular fëmia, informohet prindri dhe duhet të shkojë tek mjeku i familjes për të marrë një referim për tek ortopedi për të kryer ekzamenimet e tjera të nevojshme për të konfirmuar diagnozën. Ky program vjen në kuadër të një nisme kombëtare të Ministrisë së Shëndetësisë për të rritur kujdesin dhe ndërgjegjësimin mbi shëndetin e fëmijëve në moshë shkollore.